إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pas Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Sot me lejen e Allahut do të flasim për tregimin e Zekerias dhe Jahjas alayhim assalam. Ndër pejgamberët e mëdhenshëm të Izraelitëve, të Benu Israilëve, ishin edhe Zekeria edhe biri I tina Jahja. Zekeria e ka pas preardhjen të Sulejmani alayhi salam. Ndërsa Sulejmani alayhi salam dihet se ka preardhjen deri tek Ibrahimi alayhi salam. Allahu subhanahu wa taala na tregon tregimin e Zekerias alayhi salam, na tregon në Kur'an në disa sure, mirë po më shumë dhe më detajisht e tregon në surën Ali Imran edhe në surën Maryam, pastaj e cek edhe në për disa sure tjera, mirë po me informata më të pakta. Allahu e ka cek në surën Maryam Kaf ha ya ayn sad dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, lajm I mëshirës së Zotit tënd ndaj robit të vet Zekerias. Idh nada rabbahu nidaan khafiya, kur ai I lut Zotit të vet me një zot ult, tha o Zoti jam, e vërtet mua më janë dobësu eshnat, më janë përhapur thinjat në kokën time, e me lutjen time ndaj Teje o Zot asnjëherë nuk kam qenë I dëshpëruar. Kështu shpëlutet Zakaria alayhi salam. Thot u kam frikën pasardhësve të mi pas meje, ndërsa gruaja ime është sterile, pra më fal nga ajo mirësia jote një pasardhës, të më trashëgoj mua, edhe ti trashëgoj ata nga familja e Jakubit dhe bëj ata o Zoti im të këndshëm. Pelut Zakaria alayhi salam sfarihar duke ja tregu dobësinë Allahu subhanahu wa taala, duke thënë se un jam plak mo, janë dobësu eshnat, thinjat e bardha më kanë dalë, jam plak, e kum arrit moshën e pleqërisë. Edhe për thotë Allah të më lutë se herë dhe asë njerë s'kam qenë I dëshpëruar kur të kam lutë tyje. Mirë për thotë, u kam frikën pasardhësve të mi pas meje. Se qka kanë me bo ato pas meje? Nëse s'ka mune nej dikan që më pason muë, kush ka me rujtë fejnë Allahut subhanu wa ta'ala? Edhe lutë Allahut subhanu wa ta'ala, të më trashëgoj mua, edhe ti trashëgoj ata nga familja Jakubit alayhi salam. Pra me trashëgu Zekerian alayhi salam, misionin e Zekerias alayhi salam, që mi thirr njerëzit në fejnë e pastër, mi thirr njerëzit në Islam. Po të tregojmë ty o Muhammed, po thot Allahu, po të tregojnë aty, se si Allahu e ka përzgjedh Zekerian alayhi salam, se si e veçoi ata me mirësi e me begati të veçanta, me begati të ndryshme. Se Zekeria alayhi salam e ka kryer detyrën në mënyrën më të mirë, në detyrën më të përkryer. Në mënyrën më të përkryer. Vërtet thot, ishte I devotshëm, njeri I devotshëm, si të gjithë pejgamberët e tjerë, se këtë pejgamberët kanë qenë njerëz të devotshëm që kanë pas frikë Allahut subhanahu wa taala. Zakaria alayhis salam ishte dërguar tek Banu Israil, tek izraelitët.
i këshillonte, u mësonte halalin dhe i largonte nga harami. Zakaria alayhis salam i ftonte në besimin e pastërt, i ftonte që me rujt fejnë e pastërt që kishin trashëgu babë e babgjysh, pejgamber pas pejgamberi, deri tek ky pejgamber. Ai kujdesej edhe për Mariamën, historinë të cilën na do ta tregojnë më pas, tek ngjarja e Isës alayhis salam, të cilën thuhet se kishte motër të gruas, apo thuhet se Mariamja e kishte gruan e Zakarias teze, pra kishte motër të nanës. E Zakarias alayhis salam i kishte rrah shorti që më kujdes për Mariamën, të cilën si familja e saj ja kishin dhuruar shtëpisë së shenjtë, e kishin qenë në Beitul Maqdis, që të shërbente aty dhe që të adhuronte Allahun subhanahu wa taala dhe të kujdesej për shtëpinë e shenjtë. E Zakaria alayhis salam shpesh e vizitonte Mariamën, shpesh ata e vizitonte ku ajo qëndronte dhe interesohej për të, kujdesej për të, për ushqimin e sajna, për nevojat e sajna. E Zakaria alayhis salam kur hynte tek Mariamja, gjente ushqime të ndryshme, fruta të freskëta që nuk e kishin kohën, pa gjente fruta jo në kohën e vet. Për shembull, hurma të banë verës, ajo gjente ndimër, duke hangër hurman Mariamën. Ajo çudit me këto të mira që ja kishte dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe një ditë, i thot siç na sek Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, kullama dakhala alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa, qala ya Maryam anna laki hadha, qalet huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Sa herë që hynte Zakaria në mihrabin e sajna, në vendin diku falej Mariamja, gjente tek ajo ushqim dhe thoshte: "O i Mariame, prej nga ky ushqim, prej ka këto pemë, prej ka kjo haje." Ajo thoshte: "Kjo është nga Allahu, se Allahu furnizon këtë doj, furnizon pa kufi dhe pa azab Allahu subhanahu wa taala." Atëherë Zakaria pilutet Allahut: "O Zoti im, dhurom nga ana jote një pasardhës të mirë, sepse ti me të vërtetë je dëgjues i lutjes." Mariamja përgjigjet se këto të mira që i kam janë prej anës së Allahut. E Zakaria kur i dëgjoi këto fjalë të ëmbla të Mariamës, ju shtua dëshira që me pas një fëmijë, se deri tash nuk kishte fëmijë Zakaria alayhis salam. Edhe pse ishte në moshë të thyer, ishte plak. Nga ana tjetër Zakaria kishte frikë se pas vdekjes së tij, të afërmit e tina nuk do ta përcjellin mesazhin hyjnor siç duhet, nuk do ta ruanin fen ashtu siç kërkohet. Andaj nga frika se mos po kaputet zinxhiri, nga frika se mos po kaputet zinxhiri i pejgamberëve të Allahut, i njerëzve të mirë që e përcjellin fen islame, ju drejtua Allahu subhanahu wa taala që Allahu më dhuroi fëmijë, që Allahu më dhuroi evlat. A ju lut Zotit të tina, Zakaria alayhis salam një Zot të ult, tha: "O Zoti im, që na ke krijuar, që na jep të gjithave, muslimanëve dhe jo muslimanëve, se Allahu këtëve ju jep." Thot: "Mua më ka kapluar pleqëria, më janë dobësuar eshtrat, bile jam thinjur shumë, jam plakur." E shumë komentatorë Kuranit, kur përmendin se sa vjeçar ka qenë në këtë kohë Zakaria alayhis salam, thuhet se ka qenë në moshën 75 vjeçare, apo me një transmetim tjetër ka qenë në moshën 100 vjeçare. Thjet se popujt e mëhershëm kanë jetuar më shumë se sa që jetojnë popujt në këtë kohë dhe në këtë zaman. I thot: "Zoti im, unë jam i mëshuar, por dhe gruaja ime është sterile." Deri tash s'kish pas fëmijë Zakaria alayhis salam me gruan e tina, thot ajo kur nuk ka lindur. E të gjitha shkaqet për të lindur një fëmijë thot nuk janë më. Nuk posedoj mas një shkak për me lind. Por i thot Allahu: "Ti ai që i ke ligjet në dorë, dhe Allahu i ndron ligjet çu don vet, se Allahu është i gjithfuqishëm. Po ti i than ato ligje kur don. Andaj thot më jep mua pasardhës nga mëshira jote, e jo nga mundësia ime për me pas fëmijë. Unë s'kam mundësi me pas fëmijë, po më jep prej mëshirës tënde të madhe valla." Thot: "O Zoti im, më jep pasardhës që ka më trashëgu mua edhe parardhësit e mi nga bijtë e Jakubit alayhis salam, që të gjithë kanë qenë pejgamber." E Zakaria alayhis salam deri në pleqëni
nuk e luti Allahun subhanahu wa taala për fëmijë. Se pejgamberët e Allahut nuk kanë jetuar këtë botë për pasoni dhe për fëmijë, për kënaqësitë kësaj bote. Ato nuk kanë jetuar për gjërat e kësaj dhunjaje, por kanë jetuar vetëm për Allahun, vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe në zemrat e tyre s'kon kurrë tjetër përveç se Zotit, përveç se krijuesit të gjithësisë. Andaj edhe nëse kanë kërkuar diçka nga Allahu, kanë kërkuar për hir të Allahut. Qëre Zakaria alayhis salam nuk kërkoi pranës Allahut që me pasni që mu kënaqsh me ta, me hekni mall me ta. Se ishte plak, s'kishte fëmijë. A dihet se në pleqëri fëmia duhet më shumë ti. Ki nevojë për ta më shumë ti. Se ka lut. Më herët, po tash nisi mu brengos, se si kush ka mërujt fejnë Allahut subhanahu wa taala, e për shkak të dertit ndaj fejs, e luti Allahun që Allahu mi dhan fëmijë. Që Zakaria alayhis salam mi dhan djalin e tina Yahyan alayhis salam. Përderisa ishte duke u falur në faltorën e tina, erdhen melekët, erdhen engjëjt, ashtu siç na thek Allahu në surën Ali Imran. E duke u falur ai në faltore, engjëjt thrasin: Allahu të bërgjon ty me Yahya o Zakaria, që do të vërtetoj fjalën e ardhur nga Allahu, e që do të jetë prijes i matur dhe pejgamber nga të dalluarit. I thotë që po të përgëzojnë me një fëmijë që ka qenë njëri i zgjedhur, një prijes dhe udhëheqës i matur, edhe do të jetë pejgamber nga të dalluarit. Kam ia dhënë pejgamberllëkun djalit të tij na Yahya alayhis salam. Allahu ka thënë në Kur'an në surën Maryam: Ya Zakaria inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. O Zakaria, ne po të përgëzojmë ty me një djalë, emri të cilit do të jetë Yahya. E që askush para ti nuk është emërtuar me këtë emër. Ai tha: Zoti im, si do të kem un djalë kur gruaja ime ishte që nuk lind, e un kam arritur peshri të thellë. Tha: ja, kështu Zoti yt ka thënë, sepse ajo për mua është shumë e lehtë, thot Allahu subhanahu wa taala. Unë të krijuava më parë ty që nuk ishe fare. Ai tha: Zoti jam, më jep një shenjë. Ai Allahu tha: shenja jote është se nuk do të mund të flasësh njerëzve 3 net, duke qenë shëndosh. Qysh e masmiri, s'ke më mujt mi vol njerëzve. Dhe ai doli prej faltorës para popullit të vet dhe u dha shenjë: madhërojeni Allahun në mëngjes dhe në mbrëmje. Yahya alayhis salam është njeriu i parë i cili është emërtuar me këtë emër, me emrin Yahya. E ka thënë se shuajtur Yahya për faktin se Allahu e ka bërë atë që të jetoj, e ka bërë të gjallë, jo vetëm me jetë, por e ka bërë të gjallë me profeci edhe me iman. Ne kemi thënë se njeriu pa iman dhe pa besim, ai edhe nëse është i gjallë figurativisht, edhe nëse hetën si përfaqen e tokës, ai është i vdekur. Se ai nuk vjen për kur gjama. Pasi që Zakaria alayhis salam u qetësua për lajmin e marr. Ka lajm më të mirë, mos e pas tani jetën fëmijë dhe në pleçnim ta lajmin se Allahu është duke të furnizuar një fëmijë. Kërkoi nga Allahu që të jap një shenjë, e cila do të jetë argument për ta se gruaja e tij ka mbetur me barr. Për faktin se fillimi i barrës, fillimi i shtatzanisë, shpesh herë nuk është i qartë, nuk dihet saktë. Zakaria alayhis salam për mu qetësua, thot Allahu bëma një shenjë që ta di se gruaja e tij na është shtatzan, është në barr. E shenja thot Allahu ju përgjigj kësaj kërkese të Zakarias dhe i tha: shenja se gruaja jote ka mbetur me barr, është që ti ka më ndodhur diçka interesante, që si ka ndodhur njerëzve më herët. Thot ti nuk do të kesh mundësi të flasësh njerëzve 3 ditë, e 3 net radhazi, duke qenë shëndosh e mirë edhe pas një sëmundje, pas një mangësi. Thot përveç shenja se do i merret goja për 3 ditë radhazi, dhe se njerëzve do të flasë vetëm me shenja, me gjeste, ai edhe pse s'mund të më fol, Allahu e urdhëroi që me përmendje dhe me madhëru Allahun subhanahu wa taala, ti bante tesbih Allahu subhanahu wa taala në mëngjes dhe në mbrëmje. Kjo është prej sunetit të pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam që na ka lënë neve, që me përmendje Allahun çdo herë, çdo moment, çdo situatë, mirë po në veçanti me bëu dhikrin e mëngjesit dhe dhikrin e mbrëmjes, dhikri që bëhet pas namazit të sabahut, edhe dhikri që bëhet pas namazit të ikindis ose para se me perëndu dielli. Kjo është prej sunetit të pejgamberit alayhis salam, mi bë lutjet që i ka bë vetë Muhamedi alayhis salam. E kështu Allahu pa urdhëron Zakarian alayhis salam
edhe pse s'më kjo me fol, s'më kjo me qenë gojën, 3 ditë dhe 3 natë travazi, mirë po, në vetën e tina me përmend Allahun subhanahu wa taala në mëngjes dhe në mbrëmje. Allah ka thënë qala ayatuk alla tukallima an-nasa 3 ayamin illa ramza wadhkur rabbaka kathira wasabbih bil-'ashiyyi wal-ibkar. Shenjë për ty është se 3 ditë nuk do të flasësh njerëzve, vetëm se me gjeste, por Zotin tënd përmende shumë përmende Allahun. Adhuroja atë në mëngjes dhe në mbrëmje. Kështu pa urdhëron Allahu subhanahu wa taala Zakarian alayhi salam. E tash Allahu në vazhdim flet për Yahyan alayhi salam, për djalin që pelin Zakarias, atë burr të madh me të cilën Allahu e nderoi vetë Zakarian alayhi salam, por e nderoi edhe tër popullin e Bene Israilëve, i nderoi edhe izraelitët. Allahu subhanahu wa taala, Allah ka thënë në surën Maryam, ja Yahya khudh al-kitaba bi quwwa wa ataynahu al-hukma sabiyya. O Yahya, merr librin me kujdes. Dhe ashtu ne i dham atij urtësi kur ishte fëmijë. Ti thot merr librin me kujdes, merr Tevratin me kujdes. Se Tevrati ishte libër, kemi thënë se i është shpall Musa alayhi salam për kan, për Banu Israilët, për izraelitët. Dhe thot i dham urtësi kur ishte fëmijë. Thuhet se pejgamberi Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë Yahya alayhi salam dhe Isa alayhi salam në moshë të re, pa i bush 40 vjeç. Që kemi thënë se kitë pejgamberve Allahu ja ka dhënë shpallën në moshë 40 vjeçare. Mirpo Yahya alayhi salam ja ka dhënë pejgamberin që kur ka qenë i ri. Dhe thot, dhe nga ana jon i mundësuam të jetë i butë, i pastër dhe i përkushtuar, edhe i sjellshëm ndaj prindërve të vet. Nuk ishte krye lart, ai pa dëgjueshëm. Thot, Allahu paqja qoftë mbi të, kur ka lind, ditën kur do të vdes, edhe ditën kur do të dalë para Allahut subhanahu wa taala dhe të merret në llogari. Në ditën kur do të ringjallet. Yahya alayhis salam ishte robi i Allahut, ishte njeri i devotshëm, ishte dietar i shariatit, apo fesë Banu Israilëve. Ishte njohur shumë i mirë i Tevratit. Librin që ishte shpall Banu Israilëve, Yahya alayhis salam e ka njohur shumë mirë. I thëriste njerëzit në rrugt të Allahut, i thëriste njerëzit në Islam. Qysh si fëmijë, sepse Allahu e bëri atë pejgamber. Allahu po i drejtoi, po i thotë Yahya, thotë merr librin me kujdes. Librin të cilin e kanë trashëguar Banu Israilët ndër shekuj, ndër vite, i cili është një dhuratë shumë e madhe për ata. Tevrati është libër që Allahu u ka dhënë Banu Israilëve një dhuratë shumë të madhe, si një legjislacion, një ligj që ata u desht me punu me ta. Mirë po, ata ja kanë kthy shpinën Tevratit, ja kanë kthy shpinën ligjit Allahut subhanahu wa taala. Thot ne i dham atina të kuptuar, i dham urtësi e mençuri, i dham dije, i dham seriozitet e vullnet për të punuar punë të hajrit, punë të mëdha, të cilat i punojnë njerëz burra dhe jo fëmijët. E thot Abdullah ibn Mubareku, thot se Muhamedu i ka thënë, i thanë fëmijët Yahjas, ejeni të luajmë, ejeni me lujt. Ndërsa Yahja i ka thënë, unë nuk jam krijuar për me lujt. Pra Yahya është kriju për me qenë vën urdhrin e Allahut. Yahya alayhis salam është kriju dhe Allahu e ka prun tokë që me kriju misionin e pejgamberit, që më kon misionar dhe më thirr njerëzit në rrugën e vërtetë, e jo me lujt. E me këtë fjalë urtësi që e ka përmendur Allahu, se Allahu e ka dhënë urtësinë dhe dijen, e ka dhënë Yahya alayhis salam, thonë dietar se urtësi është për qëllim profecia për pejgamberin që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Allahu ka ditë se këta dy, para se mi mush 40 vjet, kanë me vdek, ose kanë mi vra. Allahu ka ditë për Yahya alayhis salam. Gjithashtu edhe për Isa alayhis salam, që kanë me vra. Që kanë me vra ata, ose do të ngritet në qiell. Pas përpjekjeve që populli tina kanë bërë përpjekje që me vra Isa alayhis salam. Mirë po s'kan mujt me vra ata, Allah e ka ngrit në qiell, për të cilin historinë do të flasim në ligjërata dhe juse. Yahya alayhis salam, Allahu po përmend se ishte njeri i devotshëm, ishte respektues i madh i prindve, nuk ishte krye lart dhe nuk u bënte mendje madh ndaj atyre, por i respektonte me një respekt shumë të madh.
Pasi Allahu i madhruar e përshkroi Jahjan me ato cilësitë e shkëlqyera, tha në vazhdim, tha selami, tha përshëndetja qoftë mbi Jahjan ditën që ka lind, ditën që do të vdes, edhe ditën që do të ringjallet. Piqon selam Allahu subhanahu wa taala Jahjas alayhi salam. Kjo do të thotë se Jahja alayhi salam do të jetë i mbrojtur prej ditës kur ka lind, prej ditës kur ka ardhur në këtë dunja, duke mos pas mundësi shejtani që fare me prek. Ai do të jetë i sigurt, do të ketë siguri e mbrojtje ditën që ka për të vdek, duke mos ndier dhimbta fare. Sepse këto raste janë me dhimbta, njeriu, fëmia kur vjen në këtë dunjë vjen me dhimbta, gjithashtu edhe kur del prej dunjajës ka dhimbta, ka vështirësi, gjithashtu edhe njeriu kur të dalet para Allahut subhanahu wa taala ka gaje të madhe, ka mërzi të madhe. E këto raste janë shumë të rana, e për Jahjan alayhis salam do të jetë shumë e lehtë. Jahja alayhis salam kishte thonë, nëse banorët e xhenetit nuk flejnë fare nga kënaqësia dhe lumturia që gjejnë në xhenet, duke shijuar të mirat e Allahut, atëherë edhe sidikinët, njerëzit e devotshëm, duhet mos flejnë fare në këtë dunjë nga kënaqësia dhe lumturia që e gjejnë në zemrat e tyre për dashurinë e Allahut. Që shka thot Jahja alayhis salam, nëse banorët e xhenetit s'flejnë, pse s'flejnë? Pse veç kanë më kënaqur, vetëm kanë përjetuar momente të mira. Çashtu edhe sidikinët, njerëzit e mirë, nuk do të më flajt prej kënaqësisë në adhurim, prej kënaqësisë duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Sa adhurimi nuk është namazi, nuk është vetëm me hekni gale. Namazi është më kënaqësi duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Më kënaqësi kur ti bish në sejdë Allahut subhanahu wa taala, me kënaqësi, me përkushtim, me dashuri të madhe ndaj Allahut subhanahu wa taala. Një ditë Jahja ishte ngopur me buk elbi dhe kishte vjetur tërë natën dhe nuk ishte zgjuar me fal namazate. Kur ishte zgjuar munagim para sabahut. Dhe Allahu i shpalli, o Jahja, a mos ke gjetur ndonjë shtëpi më të mirë se sa shtëpia ime dhe fqinësi më të mirë se fqinësia ime? Thot pasha madhërin time, sikur të ta mundësoja ta shohësh Firdausin vetëm një herë, me po xhenetin më të lartë, që Allahu ka përgatitur për njerëzit e devotshëm, thot do të shkrijej trupi edhe do të kishe dal shpirti nga përmallimi dhe lakmia për ta. Qatë shumë që do të ishte përmallu nëse kish me pa Firdausin, nëse kish me pa xhenetin, që trupi kish mu shkri prej kënaqësie. Përmëro, trupi mu shkri prej kënaqësie kur ta shohë njeriu xhenetin dhe begati që Allahu i ka përgatitur në xhenet. E sigur thotë ta mundësoj ta shohësh xhenemin vetëm një herë, do të kishe derdhur gjak e qelb nga syt pas lotëve. Çaq më kur thahon lot duke çajt, pastaj nisin edhe kelb me nxjerr, edhe qelb me nxjerr prej syve. Edhe do të kishe veshur rroba të hekurta pas këtyre të leshtave që po veshën nga tmerri i madh. Çaq shumë që është tmerri i madh, tmerri i xhenemit, dënimi i xhenemit. Allahu na ruaj prej xharmit të xhenemit dhe lusmi Allahun që Allahu më na fut në xhenet, në xhenetin më të lartë, në xhenetin Firdaus që Allahu i ka përgatitur për muslimanë dhe njerëzit e devotshëm. Kjo ishte historia e Zekarias alayhi salam dhe Jahjas alayhi salam. Dhe thuhet se Jahjan alayhi salam Banu Israil e kanë prej mëshar. Kemi thënë se Banu Israil janë prej popujve që i kanë vrarë pejgamberët e Allahut. Allahu ka dërguar pejgamber që ata mi thirrën rrugën e vërtetë, ndërsa ata i kanë vrarë pejgamberët e Allahut. Ata janë popull kryenaq dhe mendjemvaj, të cilët popull nuk e kanë pranuar të vërtetën, nuk e kanë pranuar Islamin. Dhe kjo ishte historia. Allahu ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi